Gjesti del nga burgu në ditëlindjen e vëllait të tij. Gjykata mori vendimin që Gjesti të lirohet nga paraburgimi pasi ai ka pranuar fajësinë dhe ka arritur një marrëveshje bashkëpunimi me prokurorin. Por lirimi i tij përkon me një datë shumë të dhimbshme për familjen Kelmendi, pasi sot vëllai i tij, i cili humbi jetën, do festonte ditëlindjen e 16. Gjesti reagoi për herë të parë sot, pas lirimit nga paraburgimi, duke bërë dhe një sqarim në rrjetet sociale për fansat e tij. Ai tha se ndodhet shëndoshë mirë dhe afër familjes së tij. Ai falenderoi fansat për përkrahjen në këto ditë të vështira dhe kërkoi falje për shqetësimin që ju ka krijuar të gjithëve. Ai tha se është bërë pishman për veprimin e tij dhe se ka qenë një tortur e vërtet gjithgjë pasi kompania e tij muzikore e shfrytëzonte dhe nuk ja jepte hakun që i takonte atij. Ai tha se kompania po i shkatëron artistët dhe po i ndal me këndue, por ai do vi shumë shpejt me projektet e tij në TikTok dhe YouTube. Ai ka shpresë se drejtësia do fitoj gjithmonë. Ju si mendoni? Për më shumë lajme nga showbizi shqiptar ndiqni kanalin ton dhe bëni subscribe për të mos humbur asnjë lajm.